pregatitësh banda terroriste dhe t'i hedhësh në një vend tjetër, është një akt i rëndë kriminal, i dënueshëm në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Tashti, ne duam vetëm t'u themi titistëve jugoslava, mos luani me zjarrin, se po filloj zjarri, do të digjeni vetë në tërë. Para përket neve, ne mbrohemi. Dhe dim të mbrohemi. Dim të luftojmë. Dhe dim të fitojmë, mbi çdo armik. Por nëse duam këtë rrugë të errët, e me plot rrezikje që ndihni ju, Jugoslavë. Megjithatë, në rast se na e impononi, edhe ne do të përgjigjemi. Por ne u themi udhëheqësve jugoslava të mos shkojnë nga kjo rrugë pa krye e me shumë rrezikje për të dy vendet tona, për Ballkanin, mundet edhe për Evropën. Ju popujt slavë të jugut jeni përgjegjës, se lejoni serbo mbëdhenjtë të ndezin urrat e zjarrit, në vend që t'i bëni ata arsyeshëm, dhe t'i detyroni të kthejnë rrugë, të kthehen në fqinjësinë e mirë me Shqipërinë socialiste dhe me sjelljen normale e paqësore me shqiptarët që rojnë në Jugosllavi. Ne kemi bindjen se te popujt e tjerë slavë të jugut, përfshirë këtu edhe serbët, ka elemente përparimtare. Përveç rrugës si një kthese politike e qëndrimet ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve që rojnë në Jugosllavi, nuk ka rrugë tjetër zgjidhje. Ne do të vazhdojmë rrugën që caktoi Kongresi i 8 i Partisë Punës Shqipërisë. Raportin kryesor të cilit udhëheqësit jugosllavë e lexuan së prapti. Propozimet tona ishin sa të urta, aq edhe pajtuese, kurse rruga juaj është me shumë rrezikje për Jugosllavinë, të cilët ne duam të qëndrueshme, kështu siç është. Ju nuk i merrni seriozisht fjalët tona, që janë shprehje e ndjenjave sinqerta të popullit shqiptar, por kjo është keq për ju. Bota do t'ju ngarkojë me përgjegjësi të rënda. Disa qeveri të vendeve të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës po lozin me ndjenjat dhe me interesat tona. Ne u themi atyre se nuk mund të luhet si përpara me Shqipërinë dhe me interesat e saj. Si janë më kohët e kaluara, kur fatet e vendit tonë mund të merreshin lehtë në përkëmbë, dhe kur prekej e coptohej Shqipëria. Vëllezërit tanë shqiptarë që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, sikur do herë, ne do të vazhdojmë të imbrojmë me të gjitha forcat e zemrës në të drejtat e tyre
kjo është njeh kushtetuta. Asnjë dyshim të mos ketë për këtë, si Jugoslavët, ashtu dhe opinioni botëror. Kjo është e njohur nga e drejta ndërkombëtare dhe kështu veprohet nga të gjitha ato shtete që kanë minoritete jashtë. Në Kongresin e 8 të partisë së punës të Shqipërisë, ne e bëmë të qartë qëndrimin tonë ndaj Jugosllavisë dhe mbetemi të patundur në këtë qëndrim. Shkatrimi dhe shpërbërja e Jugosllavisë nuk do të vinë kurrë nga ne. Ne jemi për stabilitetin e federatës. Por shovinistëve serbomëdhenj Makedonas e Malazes, nga një vesh u hin dhe nga një vesh u del fjala jonë, pajtuese. Atyre u janë erësuar sytë nga shovinizmi dhe megalomania. Kur ne i bëmë thyrje arsyes dhe logjikës së shëndoshët, ata vazhduan terrorin më të egër kundër shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi. Ata kanë hedhur në përburgje me mira djem e cuca heroike të Kosovës, të cilët i torturojnë barbarisht dhe u kanë ngritur 1001 epitete ofenduese. E u themi Jugoslave të lirojnë të gjithë të rinjtë nga burgjet, se shqiptari nuk mund t'i duroj gjatë të tilla shkelje që i bën nderit të rinjve dhe të rejave të tij, të drejtave të tyre. Dhe mos e mbushin kupën se përgjigja mund të jetë me rreziqe të mëdha. Tërë Kosova dhe vise shqiptare në Jugoslavi janë vënë në një presion të egër shovinist ushtarak. Tash po zhvillohet në gjerësi diferencimi, që do të thotë spionimi i shqiptarëve nga shqiptarët në favor të forcave të errësirës serbe. Por kosovarët nuk mund ta pranojnë këtë rrugë të turpit, mbasi kjo çon në vllavrasje. Kurse serbëmbëdhenjt do të keshin e do të fërkojnë duart.